Ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Agim Ismaili, është marrë i pandehur nga SPAK në lidhje me hakerimin e sistemit kompjuterik të prokurorëve të prokurorisë së posaçme. Ismaili po hetohet për veprat, përgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterike, pjesëmarrja në grup të strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. Gjatë muajit prill të vitit 2025, oficerët e BKH-s morën një sinjal telefonik që tregonte se dikush kishte hyrë në mënyrë të paautorizuar në rrjetin e tyre, ndër kompjuterët ku Arnold Rokaj, i arrestuar për këtë ngjarje, kishte akses, ishin edhe ato të prokurorëve Behar Dibra, Enkelejda Milonaj dhe Elida Kaçkini. Materialet të shpërndan te Zambak Gjonaj, ish zyrtar i burgut Vlorë dhe më pas të shokët dhe të njohurit e tij. Disa nga këto materiale kanë përfunduar në celularin e ish-kreut të burgjeve, Agim Ismaili, si dhe të Dritan Palnikaj, aktualisht sekretar në Ministrinë e Arsimit. Ismaili dhe Palnikaj kanë lidhje familjare mes tyre, daj dhe nip. Ndër materialet e kompromentuara ka të dhëna që lidhen me dosjen e inceneratorëve dhe hetime të tjera që përfshin zyrtar të profilit të lartë dhe grupe kriminale.